Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme, si gjithmonë, do të jemi rreth një orë në transmetim për të sjellë disa denoncime që kanë ardhur në ekranin tonë në Report TV, familjarë të ndryshëm që kërkojnë personat e tyre të dashur që janë larguar dhe kanë humbur kontaktet, por dhe probleme të tjera familjare që kërkojnë t'i denoncojnë dhe zëri tyre të dëgjohet. Përpara 24 orëve në këtë studio ne trajtuam historinë pikërisht të Kastriot Bastrit, dashur miq, një 30 vjeçar nga Tirana i cili fatkeqësisht kishte humbur kontaktet me familjen e tij në datën 5 mars të këtij viti, pra përpara 3 javë. Regjia na ndihmoi menjëherë me foton dhe pasaportën e Kastriotit, i riu që kishte humbur kontaktet me familjen dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ditën e sotme unë sjell sërish në fokus historinë e Kastriotit pasi mbrëmjen e dieshme ka mbërritur një dëshmi, një shqiptar i cili jetonte në Hanover të Gjermanisë, e ka njohur Kastriotin, ka njohur dhe pronarin e 30 vjeçarit nga Tirana dhe do ta jap këtë dëshmi vetëm pas pak, por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur dhe nuk e kanë njohur historinë e Kastriot Bastrit, si ai ka humbur kontaktet me familjen, dua të prezantoj një material dhe rikthehemi në studio. Shkoi në shtetin gjerman për të punuar. Vetëm 4 muaj më pas, i riu humbet kontaktet me familjen. Bëhet fjalë për Kastriot Bastrin, i cili largua dhjetorin e kaluar për të filluar një jetesë të re në Hanover të Gjermanisë. Kastriot Bastri jetonte i vetëm, kontaktet me familjen i kishte të rregullta dhe punonte në një servis makinash. Ishte mëngjesi i datës 5 mars, hera e fundit kur 30 vjeçari kontaktoi me familjarët e tij dhe që nga ajo ditë ata i humbën kontaktet me të. Ka qenë i rregullt me telefonata. Shumë i rregullt, më merrte 2 herë në ditë. Sa dolente punën do më merrte, edhe kur gatunte më tregonte. Telefonata e fundit ka ndodhur në orën 7 të mëngjesit në 5 mars. Një ditë përpara ti kishe folur. Ka qenë ditën e premte, po kisha fol. Çfarë të tha ty në telefonat? Nuk më tha asnjë gjë, ishte mirë. Por ndërkohë ditën tjetër, pra në 5 mars, që është dhe kontakti i fundit, ai ka telefonuar të vllajin e tij në orën 7 të mëngjesit. Në 7 të mëngjesit, e kuptovi djali. I tha çake, pse more në këto? Si jeni ju? Kaq këtë fjalë. O Kastrioti tha, ku je? Ky nuk kipte përgjigje, vetëm një zhurmë makinash në gjonte. Që mund të ketë qenë në rrugë. Po, i tha, je i shoqëruar, ma jep atë presionin që nuk fliste fare, nuk reagonte djali. Nuk e di. E mbante telefonin hapur dhe nuk fliste. Po, i fliste i vllai, ai nuk kipte përgjigje. Nga kërkimet që Martini, vllai i tij, ka bërë, mori vesh se 30 vjeçari para 2 javësh ka marrë një pagesë prej 250 eurosh nga pronari i servisit dhe më pas është larguar nga puna, që atëherë atë nuk e ka parë më askush. Të kishte shprehur ndonjë shqetësim? Jo, fare. Shqetësim që ishte mërzitur me ndonjë vend pune? Po vetëm këtë më kanë treguar që ai bëri u zi për pune, unë zethan edhe hiku nga puna. Kush na tregoi këtë episod? Na tregoi një person tjetër. Shqiptar? Po, shqiptar. Pra, le të themi që djali juaj Kastrioti ka patur dhe miq dhe shok shqiptar aty. E ka patur shumë larg këtë person, por shkovi ke kjo puna edhe i tregovi... Dhe u interesua për djalin. I tregovi pronari. I ka thënë këtë histori që bëri debate me të punëtorin, unë më kërkovi lek, i dhash 250.000 lek edhe ka hikur që ato ditë se kemi parë, duhet me i mjafto familjarët. Dyshimet e familjarëve janë se i riu mund të ketë pasur një situatë stresuese dhe si pasojë është larguar, pasi para disa kohësh i ndodhi e njëjta gjë. Por ti më tregove që djali kishte probleme. Ishte probleme. Mase që u shëntar nga gruaja, edhe ja dha goditje me njëherë. Kjo ka ndodhur para sa vitesh? Para 4 vite. Mu smur djali keq, e mora e shtrova në spital, i mora mjekime, mu bë mirë. Mas 3 vjetëve pastaj, iku në Gjermani, punoj. Sa doktori është mirë, e ndoqa me një doktor, është mirë. Për më shumë se 10 ditëve familjarët janë ende në kërkim, por fatkeqësisht ende nuk e dinë se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kjo është historia e 30 vjeçarit nga Tirana, kështu ai ka humbur kontaktet me familjen e tij nga Hanovri i Gjermanisë në datën 5 mars të këtij viti, konkretisht përpara 3 javë, ku ai mëngjesin e 5 marsit ka telefonuar vllajin e tij, 10 minuta ka mbajtur telefonin hapur dhe nuk ka reaguar dhe nuk i është përgjigjur pyetjeve të vllajt. Nëna e tij, zonja Merita Basriu, ishte me mua në studio, dije dhe tregoi problemet e të birit që ai kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor përpara 4 viteve edhe
sepse ishte mjekuar dhe gjendja e tij ishte e mirë. Në momentin që u nisë drejt Gjermanisë për të punuar, nëna dyshon se ndoshta djali i vet mund të ketë shfaqur sërish probleme psikologjike dhe situata e tij mund të jetë e rënduar. Ne trajtuam dije gjatë këtij histori dhe bëm thirrje si nëna dhe unë gjithë emigrantëve shqiptar që jetojnë në Hanover të na ndihmonin për historinë e Kastriot Bastriut dhe një qytetare mbrëmjen e djeshme është lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, konkretisht me gazetaren tonë Klaudia, e cila ka dhënë një dëshmi që dua ta jap në këtë momente, pasi jam e sigurt që familja Kastriotit është duke na ndjekur në këtë transmetim live. Na keni telefonuar për një informacion për Kastriot Bastrin? Po, jetoj mbi 20 vjet këtu në Hanover. Po? Edhe burri im e di shumë mirë se ishin ca informacione që nuk ka punu ke Gjerman, ai është nga Bosnia. Ku ka pas punuar djali? Pronari i servisit. Po, është nga Bosnia, bosnjak. Po? Edhe i tregova burrit tim mbrëmë, i thash kështu, se ky tha i thonë oti, ajoti, jo Kastriot, shkurt. Edhe ka marrë ka pyet aty, ai nuk e di se më ka qenë Azia aty ky bosnjaku. Edhe i ka marrë 250 euro, ashtu siç e dha në emision, edhe është se ku ka ikë një turk. Po më tha, dhe shkoj vetë se vjen edhe bosnjakun burrin. E ka shok. E kuptoj. Pronari i servisit ka lajmëruar që ai ka shkuar te një turk. Jo pronari, kanë thonë sa çuna të tjerë aty. Sot burrit tim që ka ikë një turk. Se është zonë më duket se është zi me një traktor rus, që janë këto, ose Ukraina. Te ky personi turk ka shkuar për të punuar? Dhe ka marrë se ka pas një shok turk, edhe ka marrë i turku dhe punojnë kë një turk. Po se ku sa burri im nuk e di, sa do të shkoj tani. E kuptoj. Ky bosnjaku edhe do marrë informacione. Sipas informacioneve që keni marrë, kishte shfaqur Kastrioti probleme të shëndetit mendor? Jo, mi ka qenë mirë, se ka shumë burrit tim, jo, më e tha. Po konflikti që ndodhi te vendi punës, për çfarë arsye kishte ndodhur nëse... Nuk e di, para 2-3 javësh, i ka thonë ky bosnjaku që më kanë nxjerr probleme këtu, ka ardhur racia. Po? Policia nuk u interesu, nuk dinin gjë. Policia kanë gjetë shumë njerëz këtu pa letra. Vetëm kështu që mua bete kështu, nuk është se ishte në interes. Dhe burri im dhe i njeh dhe babin e këtij e kam pas shok tha. Babajin e Kastriotit. Po, unë prandaj u shkruajta dhe mbrëm, se thash gjënof, me dhe keq për mamin ati. Ky personi turk që jemi duke folur rri po në Hanover? Në Hanover rri, po se ku se nuk sot i kanë thonë vllajtim, ka ikë me një turk. E kuptoj. Edhe ndoshta ka ardhur policia, mos e kanë marrë, kanë futur brenda. Faleminderit. Okej, s'ka gjë. Mirupafshim, t'jeni mirë. Mirupafshim dhe ju. Mirë, kjo ishte telefonata e parë që mbërriti për Kastriotin, dashur miq, Kastriot Bastrin, kjo qytetare e cila ishte emigrante në Hanover, e njifte 30 vjeçarin, ishte në dieni dhe për konfliktin që 30 vjeçari kishte bërë në vendin e punës, pikërisht me një pronar nga Bosnia, por zonja tregoi se ai ishte larguar dhe dyshohet se është ende në Hanover dhe punon në një servis tjetër ku ka një pronar turk. Gjithsesi, së bashku me bashortin, ata do bëjnë kërkime dhe unë dua ta falenderoj përzemërsisht zonjën e cila do na ndihmoj për historinë e 30 vjeçarit. Ndërkohë, dua që të prezantoj edhe të ftuarin tim që kam sot në studio, është një djalë i cili është në kërkim të nënës së tij për gjithë audiencën e Report TV, të gjithë e njohin Erald Heqimja. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Erald. I cili prej nëntorit, 2 nëntorit të vitit kaluar, ke humbur në nëntën dhe fatkeqësisht, ajo është larguar dhe drejtimi është i paditur dhe kemi qenë disa herë bashkë në studion e emisionit Pa Gjurmë, kemi pritur telefonata, kemi bërë verifikime, por deri më sot që janë mbushur 4 muaj, nuk kam një informacion të saktë. Ti kërkove që t'ishe sot sërish në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe nuk mund të them dot jo. Një djali, një nëne që kanë një pjesëtar të humbur. Do t'jemi bashk, por do të kërkoj ndjes, do shkoj në një lidhje direkte në këto momente, besoj dhe t'je informuar, të gjithë jemi informuar me një lajm të rënd që dëgjuam nga mediat në Francë për një adoleshente, një 15 vjeçare, e cila ishte larguar nga banesa e saj, dashur miq bëhet fjalë për Merina Sylan,
nga Peja, e cila jetonte me familjen e saj prej vitesh në Francë. Vajza ishte larguar nga shtëpia prej 3 ditësh dhe më pas ajo është kthyer në shtëpi, fal Zoti, edhe pse gjendja e saj psikologjike është e rënduar për shkak të disa videove që u bën virale në rrjetet sociale në Francë, të 15 vjeçares Merina Sylla, momentin kur shoqet e saj të klasës e dhunonin këtë 15 vjeçare, këtë shqiptare. Unë dua t'jap një material të shkurtër që ne kemi përgatitur për historinë e Marina Syllës dhe është nëna e saj, Selvie Ujkaj, e cila do të jetë sot drejt për së drejti nga Franca me studion e emisionit Pa Gjurmë. Rasti 15 vjeçares Merina Sylla me banim në Strasburg të Francës ka bërë heon në mediat e huaja dhe ato shqiptare pasi u zhduk për 3 ditë nga shtëpia e saj pas bullizimit dhe dhunës së përjetuar në shkollën ku studionte. Fatmirësisht, adoleshenti është gjetur 3 ditë më pas nga autoritetet franceze dhe është rikthyer pranë familjes, ndërsa gjendja e saj është mjaft e rënduar. Familjarët e adoleshentes janë shokuar pasi kanë parë videot e rënda të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale, ku shihet se si disa vajza të tjera dhunojnë brutalisht Merinën në ambientet e shkollës. Këto episode të vazhdueshme dhune Merina i ka mbajtur të fsheta dhe është munduar t'i zgjidhë sipas mënyrës së saj, duke mos u treguar asgjë familjarëve, ndërsa arriti në vendimin që të largohej nga shtëpia për 3 ditë. Ndër të tjera, nëna e 15 vjeçares është ankuar dhe për pakujdesinë dhe papërgjegjshmërinë që autoritetet franceze kanë trajtuar këtë rast, ndërsa kërkon që kësaj çështje t'i shkojë deri në fund. E në fakt, teksa pam këto video, të cilat kanë për disa ditëve që janë bërë virale edhe në rrjetet sociale këtu në Shqipëri, të gjithë jemi shokuar kur shikojmë se si një 15 vjeçare dhunohet nga bashkëmoshatarët e saj në shkollë dhe është bulizuar prej një kohe shumë të gjatë. Ndërkohë dua të përshëndes me njëherë nënën e saj, zonjën Selvie Ujkaj. Përshëndetje dashur Selvie. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe dua të pyes se si është gjendja e vajzës sot. Në këto momente përderisa unë po të komunikoj me ju, këtu prapa është Rina që është duke u trajtu të psikologu, të pedopsikologu këto momente. Nuk është që lehtë, është shumë e friksume, është shumë e heshtur, përveç asaj gjendjes shëndetësore se ha shumë pak dhe është shumë e zbet. Domethënë është ajo që më bën merak, që merakosem është shumë e heshtur dhe nuk do të flas. Pra, le të themi që gjendja e saj është e rënduar. Po. E dashur Selvie, në momentin që vajza u rikthye fal Zotit në shtëpi dhe është e sigurt, është me ty pranë teje, çfarë të tregoj? Kjo më bën merak se nuk më tregon asnjë gjë. Domethënë, kjo më blen me mendu se ato e kanë kërcënuar shumë, që e kanë thënë, si kanë thënë, nuk e di, për atë është e psikologu, dhe nuk do me folë, më thëtë nuk flasë, të kote ke se nuk flasë. Pra, vajza nuk ka folur asnjëherë me ju si nën, edhe pasi këto video u bën virale dhe u publikuan. Jo, kjo është diçka tjetër të pyete se pasi u gjetë. E Se qartë. përpara, do me thonë kjo ka vite, ka 3 vite që është ka përjeton dhuna, do me thonë skena tilla. Kjo është e fundi që unë e kam pa. Ka mendu që kam... Po? Po, ju dëgjoj. Kjo nuk është hera e pa, kjo ka vite që ndodhin të gjana. Unë kam mendu që kam shpirtu, pa e shqyrtu, do me thonë vetëm një njërë që ka mujtë me banë me komuniku me kolegjin, të cilë gjithmonë e ka neglizhlu gjane në arsyet ndryshme, qoftë, po i kemi ftu ato vajza, i kemi denu 3 ditë, çka i keni denu? Ja ndaloj me shku në shkollë 3 ditë, do me thonë, kjo është dënimi, ndërsa organet kompetente në policisë, unë prapë e thëmë se i neglizhojnë shumë të gjana, më thojnë, po zënë do merremi, po ato prapë qarkullojnë, ato nuk e di. E qartë, Nuk është që nuk mi ka... Ndërkohë, e dashur Selvie, vajza është rikthyer në shkollë, apo keni menduar së bashku me psikologen që të ndryshojë dhe shkollën, për shkak të kësaj situate të rëndë? Pa psikologu, në kam vendosë vetë që ta mbaj, ka kohë që unë po e mendoja, po në fakt as kolegji nuk ma miraton të e shumë, do me thonë kam marrë vendim që vajza për momentin të vazhdoj mësimet prej shtëpis, do me thonë, jam procedurë sipër, për momentin nuk është duke shku në shkollë, është për kujdesje të mjekut. Unë nuk do të alë këtë punë me kaq,
Qoftë edhe dikuj mund t'i duket absurde që doj ka me ba vetëm kjo, vetëm jo, po mendimin e Zotit dhe me gjithë atyne që kanë qëllime të mira dhe qoftë që kanë mundësi apo qasje dhe me thonë të ndryshimi, unë do t'a bëj. E Kur dashur tham do t'a bëj, Selvie, do t'i unë jam vetë nën dhe e kuptoj shumë mirë se si ndihesh në këto momente, sidomos kur ke parë videon dhe nuk e ditur asgjë që vajza juaj, një adoleshente, një e mitur prej 3 vitesh, dhunohej në ambientet e shkollës dhe bulizohej. Por për gjatë këtyre 3 viteve e kuptoj që ajo s'ka treguar në shtëpi. Nuk arrite asgjë të kuptoje tek vajza? Ajo ka të regu në shtëpi, po dhe shumicën e rasteve e ka mbajt në sheft. Pse ka mbajt në sheft? Se për shembull për shkak që ka pas aq shumë probleme, unë tu e kanë e vedishme se këto probleme po vinë prej rrjeteve sociale. Jam mundu me ndalu rrjetet sociale. Por unë janë ndalu rrjetet sociale, njëherë kur ballaveçohet me këto probleme shkolla e prapë hap sheft meje. Edhe pse s'jem prej telefonit, jem prej telefonit një shoqe, ke parasysh. E kur tham pse hyn, pse mendon me menaxhu vetë. Do me thonë, a kjo ka thonë kështu, i thonë për shembull, to kam planifiku me trati, ke thonë kështu, kjo detyrohet me thonë, me u arsitu në atë mënyrën e vetë. E do me thonë, kur unë kuptojsha që e ka rrjetë sociale, unë e kam denu, jem pak e vështirë me ta, e kjo ka arte frika që unë nuk ka mujtë me më të regu, për shembull, se po nëse merë mami vesh që unë kam prap rrjetë sociale, ke parasysh nga frika e ka bërë të gjana. Le të themi ke qenë një nën e rreft, ke qenë një nën e rreft dhe kjo ka ndikuar, le të themi, për keq tek vajza e cila nuk ka mundur dot të tregoj dhe të flasi hapur me ty. Po ndoshta nuk është aq, si më thonë, aq e lehtë me pranu, po një mënyrë apo tjetrën po. Edhe pse unë si nanë, unë e kam bërë për me mbrojt, për me mundu me bë më të mirën për ta. E qartë, e kuptoje. Unë e them shpesher në studion time që prindërimi nuk ka një formul, që 1+1 bëjnë 2 dhe ta mësojmë të formul dhe të bëjmë i prindër të shkëlqyer. Se cili mundohet të prinderoj si pas formës së vetë, edhe gabojmë në prindërim dhe pasojat janë të mëdha tek fëmijët tanë. E kuptoj qartë, dashur Selvie, por ju e mësuat dhunën vetëm nga këto video, kur vajza u kthye në shtëpi. Unë prapo e them, në video të tilla ka vite që isha. Po për këtë rast, njëherë që vajza u zhduk. Të lutem, ti prej 3 viteve ke par video të tilla të vajzës tënde që dhunohet në shkollë në këtë lloj forme? Po, edhe kam lajmëruar gjithmonë rastet në polici. Po. Po kjo është një skandal. Unë nuk i kam tash për shkak që kam ndru telefonin dhe kam fshi pa dashje, po ato i kanë. A nuk e mundur do ti të flasësh me prindit e tyre vajzave? Është e tmerrshme që fëmijën ta çosh në shkollë dhe të dhunohet në këtë lloj forme? Po, kjo tash shumica mundem, i kam pa dhe reagimet e disa personave, apo sikur t'ishte e imja kisha bë kështu e kështu. Në çdo mënyrë kam provu. Kam provu me komuniku me prindërit, kam komuniku në mënyrë njerëzore. Kur tham njerëzore, më ju fol me zemër, tu nis prej, edhe ato janë nana. Po, si shifet edhe në video, ato nuk janë asnjë anët franceze. Janë komunitete orientale, arabe, gjitha. Këto janë aq shumë, po, këto janë shumë, do me thëmë, këto janë grupe. Sot e kry një probleme njënë, nesër gjel tjetra. Edhe që e thash, e ke provu më them me ndryshu apo me komuniku. E kam provu me prindrit, është e pa mundur, se kur i shetja fëmij, dhe që imagjinoj edhe çfarë prind kanë. Do me thonë edhe ata vetëm kanë agresu, edhe pa mundu as pak me qenë vëzhgues, apo me ndëgju situatën, apo që do me thonë ata fillojnë me qenë agresiv. Edhe unë si nanë vetë, me mendoni që unë me shku në çdo derë, edhe me trokit edhe me këpsnu ata, edhe pse bëhet e pa drejt, jo. E qartë, e kuptoj qartë situatën e këtyre familjeve emigrante që janë vendosur në Francë dhe problemet janë të mëdha, pra ti nuk e një mirë kuptim dhe nga ana e prindërve. E dashur Selvie, ajo që është më rëndësishme është shëndeti vajzës ditët e sotme, duhet të largohej nga shtëpia vajza juaj 3 ditë që të themi le të bëj alarm në shkollën e saj, ku të shkruanin dhe mediat në Francë. Po si ku të them një drejt që shkollas nuk më kam marrë telefon me pyeta e kam gjetë vajzën, a më besoni? Dhe të mendosh që ne largohemi nga Shqipëria për të shkuar në një nga vendet e BE-s për siguri, për më shumë shkollim për fëmijët tanë, por ndodh kështu, siç ju po më tregoni që shkolla nuk u ka marrë nëse është gjetur vajza apo jo. Jo.
I kam shkruar një email drejtorit me gjithë ato që kam pas dhe kam alarmu që e kam informu që gjendja është bëha çfarë alarmante dhe ka kaluar edhe në media. Edhe pra po e tham nuk do ndale me këtë, po këta e thash vetëm dër me kuptu jo edhe shumë kush se si jemi ne të trajtuar. Apo sa na e marrim në konsiderat një problem, qoftë njëjtin problem për një, nëse muj me thënë emigrant, edhe njëjtin problem që paraqitet për një francezi. Është i shqyrtuar komplet ndryshe. I dashur Selvia, unë uroj që vajza ta kaloj sa më shpejt këtë ngjarje kaq të rëndë që u bë mediatike kudo, në Francë edhe në Shqipëri. Është psikologja ajo që do e ndihmoj padyshim për ta kaluar këtë situatë të vështirë dhe ajo do vendosi së bashku me vajzën nëse do rikthehet në atë shkollë apo ndoshta në një shkollë tjetër apo për një kohë të gjatë i marri mësimet online, por më e rëndësishme është shëndeti i saj mendor dhe sinqerisht të gjithë jemi prekur kur kemi parë vajzën tënde, Merinën, e cila dhunohej në mënyrë barbare nga bashkëmoshataret e saj. E besoj këtë, e besoj edhe ndjenjë shpirt se ashtu e keni ndalë dhimbjen. Dhe për atë jam falenderuese dhe me njohë se secilit, me të vërtet me thëmë nga shpirti. Edhe pse e thash do mundohem patjetër, do t'i shkoj deri në fund kësaj edhe këtu ku jam. E kisha pas vetëm një mesazh dhurej me shpirt, qoftash apo një ditë tjetër që me depërtu veshët e personave kompetente të cilët janë në Shqipëri, që nëse e kanë vënë ligj ta aplikojnë këtë dhunën, qofshin edhe fëmijë le ta marrin dënimin, se ata janë monstra të vegjël, po nëse nuk i marrim asnjë mas kundër tyne, nesër ata rriten dhe vetëm se bëhen monstra të mëdhej. Ti e mbylle me një mesazh duke i bërë thirrje autoriteteve shqiptare pasi fenomeni bulizimit është një fenomeni i përhapur kudo dhe i frikshëm le të themi për moshën e adoleshentëve. Ty të ndodhi vetë, e përjetove në lëkurën tënde, kështu që të falenderoj dhe për këtë mesazh që përsolle ditën e sotme live nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Uroj me shpirt që ky mesazh të shkojë te ndryshimi, e përsëris te ndryshimi, se ata persona kompetent e kanë në dorë ndryshimin. Nuk mujnë me shku ndërsa tek ndryshimi në Francë, jam e vogël ka shqityne, apo ndërsa edhe mujnë me shku. Se përsëris se unë nuk e la këtë procedur me kaq, ama urej që në Shqipëri të pakten të prek zemrën aty në personave dhe ta marrin seriozisht. Unë të falenderoj e dashur Selvie që të pata në këtë lidhje, sepse ndodhesh mbrapa derës së psikologës dhe po pret vajzën që të mbaroj seancën. Kështu që do mbeti mirë kontakt dhe u bëft më e mira, të përshëndes. Faleminderit, gjithashtu. Faleminderit. Mirë, ishim me këtë histori, me një histori që jemi shokuar të gjithë dashur miq, teksa pam ato video të frikshme ku Merina Sylla, një 15 vjeçare nga Peja që jetonte në Francë me familjen e saj, dhunohej në mënyrë barbare nga bashkëmoshatare dhe vajza sot ka probleme, shëndeti i saj mendor është goxha i rënduar dhe kjo nënë është detyruar ta trajtojë me psikolog dhe vajza të ndërpresi studimet dhe për një kohë të caktuar t'i marri online. Do të vazhdojmë misionin tonë në këto momente për të vazhduar me historinë e dallandyshe Heqimaj, pasi djali i saj Eralde Heqimaj ndodhet me mua në studio, është në kërkim të nënës së tij. Regjia menjëherë më dha edhe pasaportën e kësaj 64 vjeçare nga Mallakastra, e cila fatkeqësisht prej 2 nëntorit të vitit kaluar është larguar nga banesa dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Ndërkohë i dashur Eraldo, ulem këtu pranë teje për të folur dhe për të diskutuar për nënën tuaj, gjithnjë me shpresën që gjithë ata që janë duke na ndjekur mund të na ndihmojnë me ndonjë informacion. Dhe dua të të pyes ty si fillim, përgjatë kësaj kohe që nuk kemi takuar dhe nuk kemi qenë live në studion e emisionit Pa Gjurmë, kam bërritur ndonjë lajm, ndonjë informacion? Jo, fare, as telefonat, as një informacion. Unë dua të bëj një pyetje, por janë pyetje të sikletshme edhe nga ana ime. U bë një kohë gjatë i dashur Erald dhe sa më shumë kohë të kaloi, më shumë shpresat të mbasin. Më shumë shpresat të mbasin, dhe kjo është e vërtet, sepse nëna juaj vuante nga depresioni, prej shumë vitesh. Ajo është larguar dhe nuk e dim se si është situata e saj dhe çfarë ka ndodhur me të. Ju e keni menduar dhe të keqen. Ti më ke treguar plotëherë në këtë studio që mendoj dhe më të keqen, por vetëm ta gjej. I ka marrë parasysh tëra gjërat. Si do të jetë puna në ta gjej. Jeni interesuar në morgun e përgjithshëm? S'kam lënë vend të da, beson, s'kam lënë vend, çdo vend
Edhe tani unë për ditë kërkoj. Kërkoni ku? Ku kam dalë në çdo qytet të Shqipërisë. Gjatë ditës, kur kam kohë të lirë atë. Sepse nëse Se më është ndacakën ato të rrugëve tani në një qytet, kam bredhur, kam parë. Nëse do ishte në situatë rrugë, që do endej në Fier apo në qytetet të tjera që ti gjithnjë ke dyshuar dhe vazhdon të bësh kërkime çdo ditë në teren. Po në Fier se besoj edhe ta tani se në Fier unë atje jetoj. Në Fier. Dhe këtë gjë se kam besuar asnjëherë dhe unë për hir të vërtetës. Në fillim po, në fillim mund ta bësh shumë, po tani këto kohë që më larguan. Sepse në Fier është një zonjë e moshuar, në moshën e nënës tënde, në situatë rrugë dhe të gjithë njerëzit ngatoroheshin me nënën tuaj. Dhe ne shumë qytetarë nga Fieri na kanë telefonuar kur e trajtonim historinë e nënës tuaj dhe mendoni që mund të ishte zonja dallandyshe, por nuk është dallandyshja. Atë zonjë unë kam unhasur shumë herë. Shumë mirë, edhe të beles fotot i kam nisur tyre. Po, e vërtet, ju më keni dërguar shumë shumë foto. Dhe shumë gratë tjera në çdo qytet që kam vajtur. Jo në Fier, për çdo qytet të Shqipërisë. Sepse nëse ajo do ndodhej në një situatë rrugë në X qytet, po themi Fier, Lushnjë, ku mund të ketë përfunduar, do ishte parë në dikush. Do ishte parë nga dikush. Se unë shikoj këtë jetë shqefshi, kush i ka gjetur në një kështu grua për në i burr, ndacak i kanë postuar në. Po, është e vërtet. Dhe një burr para 2-3 ditësh në Kamës, ku di unë ishte gjetur anës të rrugës. Po, janë të shumë ata qytetarë të cilët denoncojnë njerëz që i shikojnë në rrugë, që mund të kenë probleme shëndetit mendor, që duken që janë të humbur, i denoncojnë dhe i postojnë. Pra, dikush do ta kishte parë. Ajo që unë dua të pyes, i dashur Erald, ju jeni në fshatin Visok. Unë nuk kam qenë asnjëherë në këtë fshat dhe nuk e njoh terrenin. A jeni munduar të kontrolloni për te i këti fshati, nëse ka ndonjë pyll, ndonjë. Kemi fillim kërkuam, po, në ta fshatra ku kishim dyshime, por nuk. Që janë vende të pabanuara, do me thënë, për te i Visokës, kur del nga fshati që mund të ishë në një pyll, në një zonë. Kemi kërkuar dhe me dron atëre në fillim, me dron, edhe kështu vetë kemi bërë kërkime, se kemi nuasër. Po sa do t'i odeta, do t'a kishtë. Sepse dhe unë nuk e përpiu. Po t'ishte aty afër rreth i përqark fshatrave do kishte lënë një shaj. Dikush do të keqe ta marrin do kishte ngelur një shaj. Do kishte gjetur diçka. S'kam gjetur asnjë gjë. Ne jemi bashkë në këtë transmetim, i dashur Erald, dhe unë pres nga momenti në moment që telefoni i redaksisë e emisionit Pa Gjurmë të bjerë ditën e sotme, ata që po na ndjekin që mund ta kenë parë pikërisht të zonjën dallandyshe Heqimaj. Regjia vazhdimisht e jep foton e saj, kjo është një ndër fotot e fundit, të paktën kështu ka qenë imazhi i dallandyshes kur ka dalë nga banesa e saj. Është 64 vjeç, jetonte në fshatin Visok të Mallakastrës, është larguar nga shtëpia paraditën, le të themi, të 2 nëntorit dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Drejtimi ngelet ende i paditur, mbushen 5 muaj në 2 prill. Në 2 prill dhe familjarët nuk kanë zbuluar asgjë për dallandyshe Heqimaj. I dashur Erald, ju vetë çfarë dyshoni? Ndoshta për shkak të sëmundjes mund të ketë marrë ndonjë akt fatal për jetën e saj? Po dhe ajo do jetë, dita po nuk po e gjejmë dot një shej, kupton? Unë i kam marrë parasysh tash. Tani jetë tona ka vdekur, se di çfarë them. Ku ndodhet nuk e di. S'kam informacion. Edhe fillim që kishim informacione ishin thjesht, nuk ishin se kishin bërë një foto në një gjë që të ma kishin postur mua dhe të isha unë i sigurt që ishte parë filavend. Po kupton? Qytetarë të cilët bazoheshin nga fotoja dhe jepnin informacione. Po, edhe ajo atëre në zonë e Krapsit që vajtëm, ai person aty e thotë që ishte, në të kohë më thoshte, me ca kohë bisedova, po nuk i bëri një foto. Që dhe unë të isha i sigurt që ta shikoja isha ajo. Dhe bëre mirë që unë dale këtu, t'ju bëjmë thirrje të gjithëve atyre njerëz që duan të ndihmojnë për dallandyshen apo për shumë nëna të tjera që për shkak të sëmundjeve të shëndetit mendor largohen nga banesa në drejtim të paditur. Nëse hasni në rrugë, nuk ju kushton asgjë të nxjini telefonin, t'i bëni një foto, një video dhe ta nisni menjëherë në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Kjo është më sigurt, foto është më sigurt. Patjetër, se kështu ka shumë gra
Ju e njini dhe e daloni në nëntuaj, edhe nga mbrapa të jetë e njini fizikun e saj dhe e kuptoni. Kështu ka shumë graj që në ecje janë ndacake, janë ku diunë dhe që kanë në ecje që i kënë shtu si mamarime të krusra. Për shkak të moshës. Unë që njof, a i që se njef shëmull, a i thotesh ajo, po se njof e një person. Por në fshatin Krab, më thej? Kraps, keni shkuar, keni bërë verifikime? Kam shkuar edhe para 10 ditësh, dhe është aty një lumë Gjanica që vjen Gjilarti, kuajta një 2 orë atje me disa njerës. Liqene dhe lumenj, janë një lumen, janë të frikshëm për persona. Një kërkim kota atje se kisha fiksim, për nuk të do ligja. Por çfarë ju tha personi në fjalë? Të kësera dhe jo atëre, kur vajtëm. A ishte i bindur që thoshte shajodhësh. Nga se bazoja i që ishte nëna juaj? Thoshte na esja, thoshte, na fotua, thashëm, më kam parë foton tani në telefon, në televizorat a qipet. A kishte komunikuar ai me atë zonjë që dyshonte që ishte nëna juaj? Jo, thjesht ajo një grua që tha që isha atje që nuk foli fare, jo, më duke se kishte thënë që i mirje se vajti ko, edhe ishte kthyer prapë në firë. Dhe ishte kthyer prapë në firë, po rrobat që i përshkruan të rrobat ajo thoshte ishin të njëjta që kemi dhënë ne kur ka ikur në shtëpia. Sa atëra kishte 40 ditë që ishte larguar. Pra, disa detaje, le të themi që i kemi thënë dhe ne në transmetim, përkoni me nënën tuaj sipas atyre banorëve të atij fshati. Se atëre 40 ditë kishte që ishte larguar. Ajo kishte ikur datën 2. Por ndoshta ai mund të jetë lajmi i vërtet. Kishte ikur datën 2 nga shtëpia që datën 9 dhjetor. Po, ai mund të ketë përfunduar në dhjetor në atë fshat dhe më pas nuk e dim rrugëtimin e saj, ku ka vazhduar dhe çfarë i ka ndodhur. Po tani unë bazojsha po të ishte për një foto do bazojsha më shumë. E qartë, ajo është më e sigurt për ta verifikuar. Jeni munduar nëpërmjet spitaleve të shkoni dhe... Kemi shkuar edhe në Vlorë, ku janë të spitale në Vlorë që janë këta të smurë kanë vajtur atje, më thanë nuk fusim njeri këtu, po e Jo, flasim për urgjencat e spitaleve të qyteteve. Po sa do... Nëse dikush jep ndihmë një qytetari që e gjen në rrugë në gjendje të rënduar, gjën e parë në urgjencë e çon, në urgjencën e qytetit. Nuk kemi telefonuar asnjë sa ka telefonuar për të rast, po një tani. Jo, por nëse nëna juaj nuk është aftë të flasë, ja mund të jetë pa identifikuar. Ta them këtë e real se më ka ndodhur në kaq vite transmetim live, ka shumë histori që kam trajtuar dhe nga eksperienca kam mësuar shumë gjëra. Ka ndodhur që një qytetare ka gjetur një grua të moshuar në rrugë, e ka çuar në urgjencë, më pas zonja ka kaluar në pavion, e pa identifikuar, është operuar, ka qëndruar 3 muaj në spital dhe askush nuk e merrte mundimin nga bluzat e bardha të njoftonte policin për ta identifikuar. Dhe vajza e kërkonte në studion e emisionit pa gjurmë. Prandaj ta them Dakord jam, por tani se besoj që në spitalet çdo vend që të vesh tani një person që vete pa kartë identiteti nuk është... Jo, po nëse vete në urgjencë, gjendje të rëndë, mjeku do të marri dhe do të... Policia, çdo vend tani policia në spital... Jo, kështu janë rregullat e Erald, por eksperienca ime po të them të kundërtën. Po, si rregull... Kështu janë rregullat, ke të drejtë si... tani çdo gjë që të bësh, policia vete shkon direkte se lajmëron mjeku. Ti që është ka ndodhur diçka. Po, këto janë rregullat që duhet të ndodhin. I dashur Erald, ju do vazhdoni të qëndroni me mua edhe në ambientet e Report TV. Unë të premtoj që do bëjt pamundurën që historinë e nënës tuaj ta nxjerr, por ma beso nuk është në dorën time. Ti ishte në dorën time gjithçka. Dakor, jam u thjesht vi që të... Ky emision nuk do ekzistonte më. Si dihet më se shikojnë njëri, se ka shumë që se kanë parë. Patjetër, ka televizionist të rinj që nuk mund ta kenë parë historinë e nënës tuaj. Prandaj mundohem që vije duhet ta përsëris disa herë që dhe derën tonë ta kesh gjithnjë të hapur. Që shikon gjithnjë do ta kesh të hapur derën tonë. I dashur Erald, ke një mesazh për të përcjell? Unë i bëj thirrje kushdo që shikon, vetëm thjesht bëj telefonat, unë kam thënë do ta shpërblej. Ti ke thënë shpeshherë në këtë studio që keni vënë një shumë parash në dispozicion për çdo që do të japi një informacion të saktë për nënën tuaj. Dhe ta uroj me zemër që... Si do të jetë, vetëm ta gjejë ditë këtë dua. Dhe të besoj. Se po vën 5 muaj, dhe të rjetën kështu po se gjete. Është një plagë e hapur në shtëpi. Dhe të besoj për këtë pjesë. Dhe unë i bashkohem thirrjes tënde i dashur Erald, kushdo që është duke na ndjekur në këtë momente dhe mund ta hasi në rrugë të 64 vjeçare, gjithnjë nëse nuk i ka ndodhur diçka e keqe, dallandyshe e Qimaj, nga Visoka e Mallakastrës, është larguar nga banesa e saj paraditën e 2 nëntorit të vitit kaluar, kushdo mund të na ndihmojë me informacione, të na kontaktojë në 2 numra tanë telefonit, unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Mirë, Erald, do mbetemi bashkë në kontakt. Ke diçka për të më thënë? Jo,
Të largohem tani unë? Jo, do qëndrojmë bashkë, sepse do kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të Dashur Miq dhe këto minuta do t'ja kushtoj një 24 vjeçari nga Gramshi, i cili quhet Geri Çekrezi, Dashur Miq, një 24 vjeçari i cili fatkesisht është diagnostikuar me kancer dhe gjendja e tij shëndetësore nuk është fort e mirë. Regjia më ndihmoi me foton e Gerit, ndërkohë që jeton në Gramsh me nënën, babain, vëllezrit, por në pamundësi ekonomike ai nuk mund të vazhdojë dot më kurimet e mëtejshme dhe një betejë e gjatë që ka nisur përpara 2 viteve. Janë foto që të dhimbshme teksa e shikon një të ri, i cili për shkak të kimioterapive ka përfunduar në këtë situatë. Por ne pas pak do ta kemi edhe Gerin në një lidhje e pamundur për që ai në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ndoshta situata me fizikun e tij sot është rregulluar, mund të themi, por ai do të jetë në një lidhje, por nëna e tij, zonja Pranvera Çekrezi, e cila dohet me mua në studio dhe e ndjej që loton teksa më dëgjon dhe shikon fotot e të birit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Së gjitha dhe ju falenderoj që më keni hapur dyert për djalin. E Dashur Pranvera, unë e kuptoj mirë dhimbjen që përjeton. Është një dhimbje kaq e madhe, një djalë 24 vjeç i cili fatkesisht është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë, por nuk do t'i humbasim shpresat. T'ishte bërë që atëherë do ishte me letë. Zoti tani ka një vit e ca. Është një sëmundje, një betejë e gjatë Ka dhimbje që tani njerëzit dhe përjetojnë kur diagnostikohen me këto sëmundje. Por nuk do t'i humni shpresat. Unë e kuptoj që për shkak dhe të ekonomisë njerëzit do njëherë dorëzohen, ngren duart lart dhe të mendosh që një fëmijë ke të sëmurë dhe ti s'mundesh dot ti blesh medikamente të cilat nuk rimbursohen në vendin tonë, ti blesh imunoterapinë që ai mund ta ketë domosdoshme për ta vazhduar gjithë jetën dhe janë shumë marramëndse, e kuptoj dhe situatën në të cilën ndodhesh. Por jemi të dyja së bashku këtu që zëri jot dhe zëri Geri të dëgjohet nga studio e emisionit Pa Gjurmë me shpresën që dikush apo shumë mund të na ndihmojnë që ai ta vazhdoj këtë rrugëtim dhe të dali një fitimtar. Sa ti të marrësh veten, se e mbytur nga lotët, më lejo të jap një kronik që gazetarja jonë xhiladurisht i ka përgatitur për historinë e djalit tuaj Gerit dhe rikthehemi në studio. Një iri që po lufton për jetën prej 2 vitesh, një djalë plot ëndra, është ky 24 vjeçari nga Gramshi për të cilin nëna e tij kërkon të bëjë një thirrje për ndihmë. Ishte janari i vitit 2023 kur i riu diagnostikua me tumor në veshk, një lajm që i erdhi si bombë djalit të vogël të familjes Çekrezi. Geri hezitoi t'ua tregonte familjes së tij dhe e mbajti të fshehtë për gati 3 muaj, kur gjendja e tij shëndetësore filloi të përkeqësohej. Këtë lajm ai fillimisht e ndau me nënën e tij Pranverën. Menjëherë ata shkuan në spital për të konsultuar me bluzat e bardha, ku Geri nisi edhe mjekimet. Aktualisht, i riu ka mbaruar kimioterapitë ndërsa prindërit nuk kanë mundësi ekonomike për t'i bërë as skaner dhe analizat për të parë avancimin e sëmundjes. Sipas tyre, nevojitet një ndërhyrje kirurgjikale në veshkën e prekur, por mjekët në Shqipëri nuk e marrin përsipër. Për familjen Çekrezi është ndezur një dritë jeshile për të kuruar djalin në Turqi. Nga konsultat e bëra me mjekët, ata kanë vendosur ta marrin përsipër rastin e të riut, por për të realizuar këtë operacion, nevojiten minimumi 20.000 euro, mirë po kushtet ekonomike të kësaj familje janë të mjerueshme, prandaj ata kanë nevojë për ndihmën e kujdo për të shpëtuar jetën e 24 vjeçarit. E Dashur Pranvera, metastazat janë përhapur në trupin e djalit, kanë prekur dhe veshkën? Po, gjatë një vit atëherë ai nuk tregonte që në Greqi, kur u kthoi që ande, kishte dhimbje. Atëherë foli me mua. Erdhëm direkt tu, pastaj i bëm gjitha. Së mund të kisha avancuar, kisha vajtur të veshka. Që kur e pa që I ka bëri prekur të dyja analizat, veshkat apo njërën? vetëm njërën. Kreve operacionin bëri 4 seanca kimiotere, pastaj vazhdojmë 6 seanca të tjera për gjendrat që ishin rrallë deri te veshka. Pra, trupi ti ishte mbushur edhe me gjëndra. Po, në atë krah që kishte.
Doktoresha nuk mundemi me kaq, tha. Tani tha, po mund dhe tha nxirra jashtë djalin. Vajta, kudo, jo se erdha vetëm këtu. Ka vajtur dhe në tjetër, nuk... E qartë, e kuptoj, një nëndë shkoj kudo të kërkoj ndihmë, dhe kjo është e mirë kuptueshme. E dashur Pranvera, mjekët çfarë ju kanë thënë, që pas kimioterapie ai duhet bëj një operacion, apo nuk e marrin përsipër operacionin mjekët në Shqipëri dhe ti kërkojnë që të shkosh jashtë? Mblodhën kirurgët aty, thanë jo, ne nuk e bëjmë. Po skaneret nuk mi hapën këtu. S'kan t'i bëj këtu dhe më qonë jo hapë ti, hapë ati, mi hapë të i Turqis. A i binte përgjigjet edhe për doktorët këtu. Të skanerit. Përgjigjen e skanerit, me fjallë. Po, jo, që të kuptojmë situatën. Sot si është Geri? Vazhdon ende të ketë dhimbje? Ka dhimbje dhe janë shtuar dhimbjet. Pra ai është në efektin e qetësuesve. Nuk mund të jep më, tha mjekime, tha jo, se ka marrë jashtë masë shumë, tha doktoresha. Mori mbas, nuk e di, 1 muaj a 2 mbasi mbaroi kimët dhe ka marrë jashtë masë shumë, tha. Tani, tha, po mund dhe, tha, vazhdo, tha, jashtë. A, jeni mundur ju të lidheni me ndonjë spital jashtë Shqipërisë, në Turqi, më the? Në Turqi, po. Dhe çfarë ju kanë thënë mjekët? Duhet të hequr ajo pjesë, duhet pastruar, tha. Sa më parë më mirë, tha, për djalin, tha. Dhe është një kosto, sigurisht. Në një spital një vend tuaj është një kosto, por nga kronika që dëgjova nga gazetari Azhera Durishti, bëhet fjalë për 20.000 euro. Bësh fjalë atëre. Ishte bërë mbas kimiove. Ai operacion. Shumë është më madhe. Po, shumë është më madhe tani. Bësh atëre sepse ishte mbaroi kimiot edhe do vende edhe pastrime dhe s'kishte nevojë pastaj. Por ju në atë kohë nuk mundë do t'i bëni të operacioni në kohën e dur? Po se bëndu të se munda, unë erdha këtu, kam vajtur kudo, kam kërkuar, nuk më ka hapur dyert asnjë. Pra, për shkak të parave ti nuk mundet do t'ja bëj operacionin djalit. Po, për shkak të parave, për çfarë tjetër? Dhe sa kohë u bë që djali është diagnostikuar me kancer? 2 vjet. 2 vite. 1 vit që ka mbaruar kimjet, dhe 1 vit. Vizitën e fundit kur e ka bërë tek onkologët tanë? Ja 3 muaj mbasi mbaroi kimjet. Pastaj s'kam vajtur më. Nuk pas kimjeve nuk ka bërë një skaner për të kuptuar gjendjen? Jo, asgjë, nuk e bërë. Ka bërë vetëm këto azot e mikreatin të veshkës, po kemi goxha tani. U lidhëm me doktorin prapë sot, sa ai nuk e di edhe erdhi. Është duke ardhur djali, nesër do bëjmë një skaner. Bëj dhe analizat. Të parë situatë. Ndihmovi dikush për të bërë këto tani. Se ju nuk ishit para as për të bërë një skaner? Po s'kam, unë vetë jam e pamundur. Kam shumë sëmundje në trup. Jam kështu po gjendë të rritë, po më blokojnë fare. E dashur Pranvera, dua të qetësohesh. Ditën e sotme ne do japim në ekranin ton pikërisht numrin e llogarisë tuaj. Ju keni hapur një numër llogarie, është në emrin tuaj Pranvera Çekrezi. Regjia do na ndihmojë me këtë numër llogarie të familjes Çekrezi, që nëna e ka hapur enkas për të birin e saj Gerin, i cili është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë, duhet të bëjë një ndryrje, sa më shumë të kaloj koha. Sa më shpejt jetë e mundur. Sa më shpejt jetë e mundur, thot nëna e vetë, për të bërë këto operacion ku mjekët, onkolog, këtu në Shqipëri nuk e kanë marrë përsipër operacionin, pas kimjove terapive që ai ka bërë seancat e plota, i kanë thënë që mund të bëjë një operacion edhe jashtë Shqipërisë. Familja Çekrezi është lidhur me një spital në Turqi, por e ka të pamundur që të sigurojë shumën e parave. Dua të kem Geri në këto momente në një lidhje për ta përshëndetur. Jam e sigurt që është duke na ndjekur në këtë transmetim Geri, por sa të bëhet gati Geri në këtë lidhje, dua të shkëputemi. E kemi Gerin. Geri, të lutem, do qëndrosh aty vetëm për pak minuta, je duke udhëtuar. Ti po i jep timonit? Jo, nuk i jep. A, nuk po i jep timonit, Geri. Mirë, qëndro pak, më duhet të bëj një shkëputje në këto momente, më duhet të kaloj te një klip, do të flasim për prostatoli, një suplement ushqimor që ndihmon në rregullimin dhe problemet e prostatës. Njëuni me prostatolin dhe rikthehemi bashk live. Rikthyer në studio dhe Geri, 24 vjeçari nga Gramshi, është duke më pritur në një lidhje direkte. Geri, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj që shëndeti juaj të jetë mirë dhe mos të ndjesh dhimbje në trupin tënd. Faleminderit.
I dashur Geri, nëna juaj më tregoi historinë tuaj dhe kërkon ndihmë për një shumë parash që ju e keni kaq shumë të nevojshme për të kryer atë operacion. Po. Unë dua, nuk do të mbaj gjatë, sepse e di se sa të sikletshme e ke të dalësh në studio televizive dhe të kërkosh ndihmë, por dua që ditën e sotme të japësh një mesazh për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur për të ndihmuar në atë numër llogarie që regjia duhet ta shfaqë shpeshherë atë numër llogarie. Atëherë Geri, kush është mesazhi juaj? Mesazhi im nuk e di. Nuk ndjemi, kam para 3 muaj, si dhe mami, nuk kam patur dhimbje, po s'kam treguar. Dhe kërkoj ndihmën e gjithë më ndihmojnë me aq mundësi sa. Unë mësova që ju nesër do jeni në Tiranë për të bërë disa analiza. Kështu që nëse do kesh kohë, do të doja shumë të vije së bashku me nënën në ambientet e Report TV dhe të flisim bashkë dhe nga afër. Unë të uroj jetë dhe shëndet dhe mos u dorëzo. Je një djalë i ri që do ja dalësh. Faleminderit Geri, faleminderit. E dashur pranvera, janë histori të dhimbshme dhe unë kur jam përballë nënave që vetëm lotojnë edhe unë e kam të vështirë ti pyes dhe ti lëndoj akoma më shumë. Por dua t'i bëj thirrje gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur, kushdo që do të ndihmoj djalin tuaj mund ta japi kontributin pikërisht në këtë numër llogarie që regjia po e shfaq, që është në emrin tuaj, Pranvera Çekrezi. Dhe dua ta përmbyll me një mesazh që ti drejtohesh gjithë teleshikuesve për të ndihmuar. Sa më shpejt edhe djali im t'jetoj si shok të ti, sepse s'mund e avancon, sa duhet që të presësh. Aja është mbyllur, tani as nuk tregon me aja, prap bëri të njëjtën veprim si atere nuk tregoj. Ka patur dhimbje dhe nuk thot. Nga që e di që unë s'jam mirë dhe s'flet fare. Unë uroj jetë dhe shëndet djalit tuaj dhe uroj që ai t'ja dalë. Kush mundet? Më ndihmoj sa më parë. Mirë, ne do e vazhdojmë misionin tonë me historinë e djalit tuaj, gjithë me shpresën për të ndihmuar dhe zëri juaj të dëgjohet. Të falenderoj që të pata në studio dhe bëhuni të fortë, mos u dorëzoni. Po nuk mundem se jeta më ka shkuar, sterë më ka shkuar jeta, dua që të mbyll hallin e tij, po kam dhe djalin tjetër pastaj. Kam dhe atë për të bërë një ndërhyrje dhe ai është 31 vjeç. E dhimbshme, mirë, Pranvera qetëso, do flasim edhe pas kuintave, por më lejo të bëjmë mbylljen e programit. Një nënë e cila lutet për jetën e të birit, kështu që kushdo që është prekur dhe kërkon ta ndihmoj, bëheni pikërisht tek ky numër llogarie që është vënë dispozicion nga vetë familja Çekrezi. Mirë, kemi ardhur në fund miq, takohemi sërish bashkë nesër me të tjera histori. Faleminderit që më ndoqët.